kam plas surprizë në këtë podmask. Pse? Sepse nuk e di sa mund të ndash mene nga jeta jote me një politikan deputet. Më të ndaj gjithçka më pyet, kur të shkrova kisha shumë kohë që mendoja të vija të flisja. Është shumë të nduese kjo maska. Gjërat që edhe vetes kam turp t'ja them, mund t'i ndaj sot. Më duket vetja tjetër njeri. Edhe nga fakti që unë të njoh, nuk të step kjo? Ja, nuk më step, ti i di disa gjëra. Sa do guxoj të të pyes edhe për më shumë, shpresoj që të na japësh përgjigjet e disa pyetjeve që të gjithë i kemi kur mendojmë për jetën e një politikani, sidomos me familjen, me bashkëshortën dhe me fëmijët. Ja, me gjitha jotja. Ti vazhdon të jesh akoma greti? Ja. Kjo është dhe arsyeja pse ke ardhur sot. Është një nga arsyet edhe kjo, sepse nuk jam më i lidhur me të dhe nuk kam pse t'i mbaj më të fshetat historitë e tij, historitë tona. Ne jemi ndarë, kemi kohë, edhe pse zyrtare ka vetëm 2 vite, ne kemi qenë praktikisht të ndarë për shumë vite. E mbajtët larg syet publikut? E mbajtëm larg të gjithëve, por nuk besoj që kemi qenë të vetmit. Shumë i kesha të mia që janë të martuara zgjedhin të jetojnë në të njëjtin shtëpi për status, për të mos i prishur emrin bashkëshortit, sidomos nëse ai është në politikë, dhe bëjnë një jetë të ndarë, secili në jetën e vet, vetëm ndajnë shtëpinë. Kështu ka ndodhur edhe me ju? Po, ne kemi qëndruar 20 vite të martuar, nga të cilat 10 vite martes tamam, burrë e grua, ndërsa kur ai u përfshi në politikë, në postet e larta, shumë të larta në qeveri, gjithçka ndryshoi për ne dhe familjen tonë. Politika të konsumohen si njeri, unë e kam parë vetë, e kam jetuar, e kam dëshmuar se si burri im, ish burri im, u shndrua në një njeri që nuk e njihja më, ose ndoshta ashtu ka qenë dhe ka dalë në sipërfaqe. Kur ai nisi të merrej me politikë, kur nisi të kishte poste, sepse me politikë është marrë që në forumet e rinisë, angazhimi dhe stresi ishin shumë të larta. Përgjegjësi, adrenalin, kur dilte në intervista, duhet ishte i karikuar në fushat dhe të ishte më i miri për të mbijetuar në luftën e brendshme të partisë. Të gjitha këto erdhën me kosto. I kisha thënë edhe shumë herë që të bënte një hap pas, edhe me raste i thoja që pse nuk e shesi mundësi të heqësh dorë nga politika, nga baltosja, sepse profesionin e kishte të mirë, mund të gjente punë kudo në pozicione, po ashtu shumë të mira. Po jo, ambicia e shndroi komplet. Nuk ishte më jo vetëm për shtëpinë, për mua, për detyrimet bashkëshortore, por as më për fëmijët. Cila është arsyeja që ju ndat? Të shumë. Filloi mu shpif, nuk e shija dot në sy. Nuk e ndaja dot me shtratin me të. Çfarë eksperimentesh? Mora vesh që ishte biseksual. Shkonte edhe me femra dhe me meshkuj. Ka një absurd që më ka ndodhur. Unë e dija që ai më tradhtonte me sekretaren, me ato të partisë, me vajzat e reja që kërkonin punë. E dija, i kisha kapur mesazhe shumë herë. Miqtë e mi më thonin për të, jo troç, që ai më tradhtonte. Dhe herët e para që e kam zbuluar, jam zënë me të, kam debatuar. Pastaj bllokuja të gjitha informacionet, nuk doja të dija më. Kur jam përballur me të, pasi kam parë faturat super të shtrenjta që shkonte me këshilltarin e tij, ai ma tha hapur, politika të çmend. Nëse nuk gjej diçka me të cilën të shfryhem, nuk e përballoj dot. Të besoj ka patur të drejtë. Njeriu vjen një moment dhe kërkon më shumë. Sa më shumë rritet standardi, pozicioni, adrenalina, aq më shumë gjëra kërkojnë burrat. Dhe ish burri im ishte në këtë fazë.
Po, nuk e mendoja nëse do shkonte deri aty, sa të bënte palaçolliqe me burra e me gra në një dhomë. Kur e zbulove që burri ishte biseksual? Më vjen turp. Nga se? E kam parë vetë. Si vetë? Ki qenë aty? Ne kishim një shtëpi në Golem mes shumë shtëpive, atë e përdorni më rrallë si familje, më shumë e përdornin të afërmit, paktën unë kështu e dija. Unë dhe fëmijët e mia, apo kur dilnim si familje, përdornim shtëpinë në dhërmi më shumë, kur ka qenë kjo faza e tradhtive që shkonte sa me njërën me tjetrën dhe me lidhjen që kishte krijuar më këshilltaren që e kishte sfidashur më stabil nga ato të tjerat, me hamendje se me atë është akoma ndaj them që duhet këtë qenë si më stabil. Në fundjavë mora çelësat e shtëpisë në Golem, unë nuk shkoja kurrë atje, ish burrit nuk i thash gjë, sepse kështu funksiononim, ishim akoma të martuar, të ftohtë, por ndanim ende të njëjtin krevat. Mora në telefon stafin që kujdeste për pastrimin, kopshtin dhe ambientet e brendshme që ta bënin gati shtëpinë. Me sa duket ata kishin njoftuar ish burrin, sa i më mori direkt në telefon e më tha që të duhet shtëpia në Golem. U çudita. Ai nuk pyeste kurse çfarë bëja, ku shkoja, pronat ishin asetet tona familjare, mund të shkonim kurdo dhe kudo. E fundit që më shkonte në mendje është që një nga shtëpitë, që larg qoftë unë një ditë mund të shkoja me fëmijët e mi, nuk e mendoja që mund të bënte ato gjëra që bënte. Atë shtëpi e kishte kthyer në një çet kurvash. Më fal, po do e them. Dhe nuk e kam fjalën vetëm për vajza apo dashnore me cilën shkonte, po aty bënin shumë takime, jo zyrtare, festa deri vonë, aleanca të fshehta, allishverishe dhe normalisht edhe gjëra të shfrenuara. Kur më mori në telefon nuk e kuptova arsyen pse më kërkonte llogari, po pastaj dyshova. Ishin ca kohë që realisht mendoja se duhet i thoja mjaft me martesë. Nuk ja vlente më, në të vërtet ndanim krevatin, por dashuri marrëdhënie nuk kishte më. Ai kishte net, nuk vinte në shtëpi fare, kur vinte qelbe, era alkool në një ditë që unë doja të bënim diçka, justifikohej. Nejse, nuk ishte as i ri më, as ai as unë. Por e pranoj që më kapnin edhe mua pas sigurit që nuk isha më e re, që nuk e kënaqja më, ku ta dija unë, se ai kishte hyrë në një fazë të re, ai sa Zoti nuk e ndihmonte dot. Pra, shkove tek shtëpia në Golem. Po, se u zgjata, më fal. S'ka problem, se kemi kohë. Shkova, por shkova vonë, derisa shkova unë shtëpia ishte bërë kup, ishte pastruar, ishte rregulluar dhe ishin fshehur të gjitha provat që unë mund gjeja, prova në kuptimin e pislliqeve që mund të bënin atje. E kisha lënë me motrën një fundjavë off pa fëmijët, me që nuk lëvizja dot jashtë. Doja një fundjavë që të isha afër Tiranës, se edhe fëmijët gjithë ditën e gjithë natën me dadën nuk i lija dot. Shkuam, herën e fundit që kisha qenë aty mund të kishin kaluar vite, ama sa hyra, ndjeva erën e rënd të puros, erë të rënd të këmbësh, çdo gjë vinte erë, perde, divanet, çdo gjë. Aty edhe motra më tha që duke sikur kishim shkuar në një klub, jo në shtëpi. Në vil kishim disa dhoma, të gjitha ishin të pastra, të rregulluara, por disa me gërvishje, shumë gërvishje në mure, në mobilje, sigur bënin ndeshje atje dhe si parandjenjë nuk e kisha keq. Jo ndeshje, po ç'do të them. Çfarë ndodhi më pas? Si arrita në konkluzionin se ish bashkëshorti ishte biseksual? Një nga dhomat matrimoniale që ne kemi arreduar me shumë qejf se ka pamje nga pishina, është e madhe, e gjitha me vetrata xhami,
ishte e mbyllur. Imagjinon dot, shtëpia ime, dhoma ime e mbyllur. Pyeta stafin, më thanë që nuk e kishin qelsin dhe e kishin mbyllur punojësit e tjerë sepse po bëheshin rinovime dhe leshit, mendova. Aty diçka fshihej, nuk e zgjata. I thash, dakord, nuk doja që burri të dyshonte, me siguri ai ua kishte dhënë sinjalin që unë nuk duhet të hyja në atë dhomë. Edhe atë ditë ai merrte në telefon më shpesh se zakonisht. Kishte ditë që flisnim, a nuk flisnim një herë në ditë. Atë ditë diçka kishte ndryshuar, po të mendoja që ai aty çonte dashnoret dhe nuk donte që unë ta merrja vesh, nuk e haja fare këta, ai e dinte që unë e dija që më tradhtonte. Çfarë do ishte më keq? Diçka duhet të fshihej në atë dhomë. Nuk bëra zë. Motra më thoshte ikim, e lëm. Me motrën ndaj çdo gjë. Po mua s'më linte, më hante diçka këtu brenda. Tek shtëpia e prindërve kam patur një komshi brava ndreqës, e mora në telefon. Ai me nderime të mëdha se gruaja politikanit të famshëm. Edhe diçka që mos të harroj, ti se ke iden sa të shërben njerëzit ku mëson që je grua politikani. Po, do kaloj edhe aty. Në radhë. Ai erdhi në golem, i pagova taksin dhe për ardhje dhe për vajtje, i thash të zjut që më ka humbur Chelsea. Ai erdhi, e hapi, iku. Unë kam qëndruar gati 20 minuta para derës dhe kisha frikë të hyja nga ajo që do gjeja. Kisha edhe momente që thoja varja ik. Kështu duhet ta zbulosh, pastaj motra më dha zemër, duhet të hyja që të fshija çdo dyshim që kisha, ndryshe do vazhdoja të isha e burgosur a vetes time, se ai mirë ishte, kishte një grua të mrekullueshme, 2 fëmijë si drita në publik, kështu shfaqej. Por unë isha ajo që isha e burgosur dhe nga se? Nga vetja ime, që mos të humbisja privilegjet. U futa në dhomë, dhe akoma më vjen për të vjell, lloj lodrash, ripash, organe falco, ç'të do them, solucione kudo, pasqyra, kishte shtuar pasqyra kudo, veshje grash, burrash, duke si një dhomë që nuk e njihja. Po sërish nuk kuptoja asgjë, ose më saktë, nuk doja të besoja asgjë, u përballa me të në shtëpi dhe ai ishte që më tregoi gjithçka. Më kërkoi që mos ta lija, të paktën të mos lija shtëpinë, të mos merrja masa ligjore, sepse ai ishte babai i fëmijëve të mi dhe kishte një pozicion që në sytë e elektoratit një burr që ndahet nuk i ka pozitat mirë, sidomos që aty nëpër komente, nëpër lajme, poshtë i dilnin ca anonime që i tregonin dashnoret. Pranova që nga ai moment bënim jetë të ndara, në foto familjare, në votime, evente, shkonim bashk, si familje e lumtur, ndërsa nga ana tjetër nuk ishim asgjë. Mezi shkëmbenin disa biseda dhe këto vetë që fëmijët të mos mendonin që ne ishim marrëmiqësh ose që nuk ishim rënë në konsensus. Për mua më shpif komplet. Fëmijët e dinin që ju ishit ndarë? Po, me ta nuk shtyreshim. Nuk mund t'i tregonim arsyet e vërteta, por ata e dinin. Ama fëmijët si fëmijët, ata ishin të lumtur që ne nuk u nda me shtëpi, që jetonin ende bashkë me mami dhe me babi, se na kishin të dyve aty. Kishin edhe shpresa se mos lidheshim prapë, fëmijët si fëmijët në pak fjalë. Po, pse pranove? Ti jetoja në Farsë? Po, ti ishe vetëm një kornis për treguar përrallën e bukur të një familjeje të bashkuar. Pse e bëre?
kisha merak se mos ndoshta humbisje edhe ti pozita dhe tu? Do të gënjeja nëse do thoja jo. Unë nuk kisha mësuar të jetoja pa të. Kjo, pa të fizikisht për figurën e një burri, por pa të në shoqëri në të mirat që kishim, udhëtimet e shumta, njerëzit i takoja, luksin e jetës, respektit ndaj njerëzve, dera më hapi kudo, nuk kisha asnjë shqetësim në jetën time. Shiqyr shëndetin e kisha mirë, edhe fëmijët të tjerat ishin aq të lehta, me shofer unë dhe fëmijët për çdo gjë, për çdo nevojë, nëse nuk doja shofer, merrja një nga makinat dhe lëvizja vetë për shkollën e fëmijëve, e kisha të siguruar në shkollën më të mirë në Tiranë, me mësues privat, pra çdo gjë. Do gënjeja nëse do thoja jo, nuk e bëra edhe unë për interesin tim. Nuk shpresoj që njerëzit të më kuptonin absolutisht, edhe unë nëse do isha në vendin e tyre do të parajgjikoja, por jeta të vjen në shumë forma dhe asnjëherë nuk i dihet. Kur vendose ta bëje zyrtare ndarjen, të ndaheshe edhe nga ambientet që jetonit bashkë? Kur rritëm fëmijët, edhe pak pasi mësova edhe për këtë biseksualitetin e tij, nuk e përtypja do të thash, është e vështirë ta shpjegoj se tradhtin e pranoja, e jetoja, e dija, po kjo është shumë e rëndë, sepse nuk isha vetëm unë, mendova edhe për fëmijët, për damkën që mund të jetonin nëse kjo gjë do dilte, edhe do dilte nëse jo zyrtarisht, në përllafe njerëzish, në komente, diku del, gjithmonë del. Plus, nëse të tradhton me grua është një lloj traditi që e kemi ne që e burrëron burrin. I jep edhe më pushtet pushtetarit, nuk e paragjykojmë një burr që tradhton, paragjykojmë një grua. Është vërtet që politikanët bëjnë jetë luksi dhe jo me djersën e tyre? Bëjnë jetë luksi, po, familjet bëjnë jetë luksi. Unë të thash pak më lartë që s'më ka munguar asgjë, shërbëtore me 2 turna, jo me 1, shoferoje, çdo gjë. Këto lukse janë, për djersën pastaj nuk të them dot shumë për mundin, për trurin, se politikanët nuk është se djersin shumë, hanë shumë, pinë shumë, po për të djersitur jo dhe aq, më besoni, po nëse e bëni këtë pyetje nga këto shërbimet që ju thash, të gjithë kështu janë. Për të tjerët mund të quhet luks, por ne që mësoheshim na dukeshin normale. Ne të dy kemi pasur lek nga familjet tona dhe nuk them dot që ish burri është korruptuar. Shiko, ai është babai i fëmijëve të tu, unë nuk pres që ti të më konfirmosh të gjë edhe nëse e di apo ke parë diçka. Shiko, ai ka mbyllur hesabet me drejtësinë. Është hetuar? Po, Për çfarë? mendoj se kam dhënë disa indicie më shumë se ç'duhet, ti e the mira, ai është babai i fëmijëve të mi, pavarësisht çfarë derri ka qenë si burr, fëmijët e mi thon baba. Dhe unë deri këtu mund të shkoj tek marrëdhënia e tij me mua. Për të ruajtur anonimatin tënd, por edhe të fëmijëve, nuk do të ndaj më shumë detaje për profilin e tij, partinë apo gjëra tjera, por a mund të themi sot nëse ai është ende aktiv në politikë, meqense dhe pak më parë thej që drejtësia është marrë me të? Ai është aktiv në politikë, në lidhjet që ka me politikën, në lajmet, në media, ndërsa në funksion për momentin nuk është më on top, siç ka qenë në pozicionin më parë. Jeta e tij si ka vazhduar tashmë, është në një lidhje të re? Po, me këshilltaren e tij, vazhdojnë të jenë bashkë, vazhdojnë të bëjnë bashkë ato budalliqet se ajo ja mban lojën, ose ndoshta e pëlqen se unë
s'ka më si punë me to. Unë nuk dua të të qoj më tej, për shkak edhe të asaj që thamë më lartë për ruajtjen e anonimatit, por nëse e mbyllim me një mesazh, cili do të ishte ai? Në lidhje me mua si ish gruaja politikani, po pyet. Po, ndoshta edhe një mesazh çfarë nuk njohim e çfarë nuk shohim pas kravatave të shtrenjta të politikanëve. Këtu do filloj intervista nga e para, më duket. Se ne këtë pjesë, unë nuk i referohem vetëm ish burrit tim, por kam njohur shumë politikanë të tjerë që vinin në shtëpi në dreka e darka bashkë me gratë e tyre, ka një gjithë përbashkët për pushtet, ambicie shkelin këdo, nuk pyesin as për moral, as për familje. Janë vetëm ata, ato fjalimet e bukura që shohim në ekran, nuk janë as të dyret, më beson. Sa ditë e net pa gjumë kam kaluar me ish burrin që të mëson të fjalimin që i këshin shkruar. Po hallet e popullit as nuk i ka ndërmend, shkojnë sa për show dhe më beso kur dalin nga shtëpitë e këtyre të varfërve, disinfektojnë duart se mos marrin ndonjë sëmundje. Pjesa tjetër pastaj e pijeve, shturjeve, është kudo. Ku më shumë e ku më pak, të gjitha gratë po din burrave. Po bëjnë kompromise në heshtje, dikush për fëmijët, dikush për atë jetën e luksit që të thash, e kush e di për çfarë arsyesh të tjera.